Ka nisur faza tjetër e zbatimit të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, që synon përmirësimin e cilësisë në arsimin parauniversitar. Në Universitetin e Korçës janë rreth 2000 mësues, të cilët do të marrin trajnimin e tyre në disa fusha, ndërkohë që këtë vit janë shtuar edhe 3 profile të reja, janë mësuesit e historisë, gjeografisë dhe shkencave sociale. E reja e trajnimeve të këtij viti lidhet me faktin se pas marrjes së 2 moduleve vitin e kaluar, si vjet, përmbajtja e moduleve kryesisht është e fokusuar në aspektin praktik, ku mësuesit, pasi kanë marrë një uri në 2 modulet vitin e kaluar, si vjet kryesisht përqendrohen në zbatime praktike, të fokusuara kryesisht në testin e PISA-s edhe në testin PIRLS për arsimin fillor. Programi synon të fuqizojë mësuesit përmes trajnimeve dhe metodave inovative të mësimdhënies. Këto trajnime janë shumë të rëndësishme për mësuesit, jo vetëm për të plotësuar atë detyrim ligjor që secili mësues ka në kuadër të zhvillimit të tij profesional, por duke parë edhe tematikën, përmbajtjen e moduleve është diçka e re që futet në konceptimin e mësimdhënies, integrimin e teknologjisë në mësimdhënie, pra dhe në rrafshin praktik, kjo në përditshmërinë e tyre kjo për mësuesit është mjaft e vlefshme. Ky program kombëtar i iniciuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit vjen si bashkëpunim me drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar dhe universiteteve publike në vend përmes qendrave të formimit të vazhduar.